101 të dënuar në burgun e Reqit në Malësia e Madhe fituan lirin fal amnistisë miratur nga kuvendi. Përfitues janë kryesisht persone të dënuar për rreth penale me rrezikshmëri më të ulët, si edhe ata që ndodheshin në muajt e fundit të vuajtjes së dënimit. Disa prej tyre folën për mediat për kushtet në burg dhe periudhën e kaluar në këtë institucion. Një prej tyre thekson se kushtet në burg nuk janë siç thot kryeministri Rama. Për çfarë ishit i ndaluar? Për vonë familje. Dhe përfituat nga amnistia. Sa fitoi? Sa fitoi? 11 ditë. Vetëm 11 ditë keni përfituar. Si ishte kjo periudhë, Marian Burke? Periudha shumë e keqe. Ushqimet katastrofë, as derrat mos keni hangër, shumë keq. Shumë keq. Kushtet nuk janë si çfarë thotë deri ama jashtë, po janë komplet nesh. Vetë falsifikim. Si është jashtë, ne shohim se si është. Morën mësim nga burgu. Kam pas mësim, se kam jetuar 16 në Gjermani, kam pas mësim, kam jetuar 7 vizor, po ky sa 7 vizor. Na ham na fukaret, po sa aty të sahan. I shohim gjendje. Kam 20 ditë në Gjermani natë dyshë. E di çfarë lizi, di çfarë. Të skualit s'ka zonë, hiç. Asë gjë. Jena vujt këtë burgu, na ka bo mirë. Ju falenderojmë nga zemra, edhe institucionit të shkollave. Shumë krena edhe për këtë burgun që kam bo. Faleminderit. Për çfarë keni qenë? Për lëndë. Sa keni qenë i dënuar? 3.4. Dhe sa përfituat nga amnistia? Po në 7.000 vjetë, 7.000 kam përfitue. Pse thesi ka bo mirë? Nuk ka bo mirë se në fond vetëm një Shqipëri nuk rrjet. Nuk rrjet Shqipëri. Shqipëri unë isha ne, kam gjithë njerëz në një motër në gjithë, ku s'rjet, po është belag, në do belageve një ofë. Unë të rega lëmoj, edhe nuk në takote me bo ka që bukë sa kam bo. Se këto përdo rusat, si do da përdo rusat, takon me bo dhe në 6 mujë. Nuk e jodë mu denova 7 vjetë për tens, 5 vjetë më mulli 2 vjetë, 3.4 edhe... Të zunë me sasit më lapo? Për 5 sotë. Pra, i vetëmi mësim që të dhanë tigë. Me thonë drejtu deshë, duhet me njerë, me bo pak jo shumë, i denu njerës sa më pak. Edhe ka shumë njerës, ka dhe shumë njerës që janë pa fajshëmën, që janë përbun familje, edhe thjesht i ka shku gruja, pa shenja, pa gjoj, i ka thonë, në ka godit, pa shenj, pa mori ekspertiz, pa mora si gjoha, tjetëri më burko. Që njoni 64 vjeç, që shumë vetë kam kalu, do më thonë që kanë qenë kodë në burg. Si janë kushtet? Kushtet të shkodra shumë mirë, por ka si me Tiranën do 302 që kam qenë në një katastrofë. Ligju miratuar me 18 qershor dhe u dekretuar me 30 qershor nga presidenti Bajram Begaj, tekse në kuvend mori 84 vota të deputetëve.